Pushimet në Bregdetin shqiptar për 5 të rinj nga Kosova u kthyen në tragjedi të mërkurën. E gjithë ngjarja ndodhi tek vendi i njohur si Rana e Hedhur në Shëngjin. Këta 5 të rinj kosovar u futën në det për t'u larë, por që më pas dyshohet se u përfshin nga rrymat e forta. E si pasojë e kësaj, 2 prej tyre, njëri nga Drenasi e tjetri nga Fush Kosova, u mbytën në det. Detaje se si ndodhi gjithë rasti ka dhënë nga policia e Lezhës. Falë reagimit të menjëhershëm të qytetarëve, në bashkëpunim me shërbimet e policisë u bë mundur nxjerrja nga deti e 5 shtetasve nga Kosova, të cilët u transportuan me urgjencë në Spitalin Rajonal Lezhë për marrjen e ndihmës mjekësore. Sipas informacionit paraprak nga urgjenca e Spitalit Rajonal Lezhë, 2 prej shtetasve kanë humbur jetën, ndërsa 3 shtetasit e tjerë po marrin ndihmë mjekësore. Gjithë ngjarjen nga afër e ndoqi gazetari shqiptar Martin Marku. Ky i fundit për TV1 dha detaje për gjendjen shëndetësore të 3 mbijetuarve nga ky rast. Gjendja e tyre shëndetësore paraqitet e mirë, pra gjatë mesditës së ditës së sotme ata kanë lënë ambientet e Spitalit Rajonal të Lezhës, ku që prej pasdites së ditës së djeshme po merrin me mjekim të specializuar pranë ambienteve të këtij spitali. Marku thot se në momentin kur ka ndodhur e gjithë ngjarja, siguria në këtë plazh ishte e ulët. Pavarësisht se është çelur zyrtarisht sezoni turistik në plazhet e Lezhës, konkretisht në zonën e Ranës së Hedhur, Shëngjin dhe Tale, ende nuk janë vendosur as tullat e mbrojtimit dhe as rojet bregdetare dhe as shenja sinjalizuese që tregojnë për një mod të paqëndrueshëm. Siguria në Bregdetin shqiptar po vlerësohet e ulët edhe nga kryetari i shoqatës së kërkim shpëtimit, Mentor Maloku. Fatkeqësisht Shqipëria është shumë e larg të sigurisë në plazhe, për shkak që vrojtuesit apo shpëtimtarët nuk janë aq sa duhet në Shqipëri të vendosur nëpër plazhe, përposa ato resortet private të cilat i kanë. Tani ka fillu pak më vendisu dhe me u kriju shoqata e shpëtimtarëve. Zhytësi kosovar ka një këshill për të gjithë ata që pushimet vendosin t'i kalojnë në Shqipëri. Të kemë parasysh kushtet atmosferike edhe të kenë parasysh edhe ata pak shpëtimtarë që janë le t'i vrejnë, le t'i shiqojnë flamujt që janë të vendosur kur është flamuri i kuq, kurse si mos me hinuj. Pas këtij rasti, presidenti i Shqipërisë, Bajram Bekaj, ka bërë ftesë që të merren të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë në plazhe gjatë gjithë sezonit veror.